Si ka mundësi mirë i njetë, për shembull për me ndërtu ti diçka një të mirë, duhet shumë vështërsi për me shkatru, duhet një moment. Po sepse e mira do kohë që të bëhet, e keqja vjen më shpejt. Prandaj filozofia e të mirës me të keqen është që ti të synon për të bërë të mirën, se është më e vështirë. Për ndryshe do ishte kundërta. Shumë të këqija, po. E keqja vjen. E kam thënë unë këtu ke shpi, po. Atëherë pse synohet bëhet e mira, se është e vështirë që të bëhet e mira. Shumë. Ti jesh i keq është gjëja më e lehtë. Ti jesh i keq edhe të bësh një të keqe. Gjithmonë djalli tenton të mirin, gjithmonë. Gjithmonë e keqja tenton të mirin. Dhe ti do t'i rrish asaj rrugën në qoftë se do me zgjedh të mirin. Ka shumë të këqija dhe një të mirë. Po. Që ke ishte për mesazhe pozitive. Ky nuk është mesazh pozitiv. Po, është pozitiv. Turp e marrë për metarët. Ti ke punë nga baja. Baja ka 6 vjet televizion. Po, me shkujt aty mos u 6 vjet televizion. Është Gjuela që do të shpjegojë. Po, patjetër. Një personi që po tenton për të bërë vrasjes nuk ke ti fjalor në vishën të tregosh çfarë shpyrje çfarë shpyrje. Erdhi komentatori. Merru me motrat e nënat tona këtu brenda, se për këtë ka ardhur. Filloi komentatori. Për këtë punë ka ardhur. Çka kam letër të shkruar, se jam të ecë me një karton, ku shkruan edukoni djemt mos të bëhen vrasës. Për çfarë është të komentuar? Çfarë fjalë ka ky gjysë jo? Jo më jo, po është ironi e madhe dhe e bën kastite. Vjen ai të tregoj nivelin e fjalës fyese këtu brenda. Ai, lloj njeriu. Edhe për mbylljen e gojës kishte diçka për të thënë, se nuk ka kuptim ta që të mbyllet goja, tha. Ço duhet ta mbyllet goja. Është një person pa nivel që këtu brenda ka gjetur rahat. Ka gjetur rahat. Edhe vjen tani dhe bën ironi. E çti kartoni është më e thellë se sa cipa e tij e trunit që s'kupton kur gjë. Është fyes në maksimum dhe bën ironi me llojin që përfaqëson. Do thotë, jo do të se kjo fjala vrazët është fyes. Thot ai. Po çka ka lënë më pa thënë ai? Rogerin në shtëpi. Ja, do na habisin ndoshta. Çfarë s'ka si habi nga ai? Çfarë do na habisin? Kush e di çfarë me gjë tjetër. Na thot tani, ju bëfsha këtë, ju bëfsha atë, se s'ka ngel gjë tjetër më për të thënë. Çka ka ngel? Kupton do gjona, më mirë është mos më fol. Çfarë vrasjes më vlla? Çfarë vrasjes? Jena për 8 marshin, o hajvan. Pikërisht për 8 Se bani një ditë tjetër atë kur dushti, bëj protestën tane. Se është protestë për 8 mars. Jena për mendime pozitive më zotni. Lidhet me vajza. O vlla, unë ta thash për herë tretë hera para e funit. Ti je gazetar, showbizit, gazetar që lulzon mbi lloj skandale shtilla. Nuk është skandal kjo. Kjo është protesta jam. Po. Gjana tilla që ti marron për mars bën shumë protesta jashtë, Po jo për ç'i gjanash. Po. Kjo është mesazh shumë negativ. Për në ndërsim. Kjo është shumë mesazh negativ. Kanë tendencë për me bë gjana. Kjo është mesazh shumë negativ. Mira, me kalum fenomene. Kjo është mesazh shumë negativ. Është jo, jam menduar çu. Nuk ka prind në botë që nuk i edukon fëmijët. Patjetër, po ka prind që nuk edukon. Për mos me vjedh, jo më për me vrarjes. Ka prind që nuk edukojnë fare. Je kot po ik. Kush janë ata më? Ka. Ku janë ata prind më? Kemi raste. E ke gabim. Po ege, djali kesh po ik. Ti do vetëm skandalin këtë shtëpi, unë e di, e kam kuptuar. Cili është skandali? Por s'do të jap. Hiktash. Po si e ka prind që se edukojnë, si ka prind që se edukojnë fëmijët. Për mu, edukoni djemt, mos të bëhen vrasës, është fjalë shumë e rëndë, fjala vrasës i herë. Unë nuk besoj kur që ka prinder, që kur bëhen prinder, mendojnë të edukojnë fëmijët e tyre të marrin rrugët më të keqe. Se përmend kush më? Se është një diçka që e ka shoqëria me. Shoqëria sot ka shumë ndikime jashtëzakonisht kaq të forta. A doni më javsharu? Jo, është këndvështrimi jo. Po me mendimin. Këndvështrimi im si thot Monika, po t'jap këndvështrimin tim.